nuk do e bëj një grim shumë të rëndum të syve, për shkak që kisha pas dëshirë me bo edhe një buzë të kuqe, i shkon shumë festave, edhe është një formë, një rregull i pashkruar, nëse vendos me bo një buzë që është pak ma e errët, tek pjesa e syve me shku pak ma but, mos me përdor hije shumë të errta ose e kundërta. Nëse vendosim me bo një hije ma tron, buza me qenë ma e lehtë. Po aplikoj një ngjyrë kafe të lehtë, që po e shpërndoj me një brush që është bëgja e madhe, që me siguru që kam u shkri mirë, edhe mos me mbet ashtu nuanca shumë e vrasht. Edhe pa tjetër që kemi me apliku xixa, nuk ka fest pa xixa. Po, doja t'rregoj njëkohësisht edhe një produkt shumë interesant që e kam zbulu së fundmi, që po besoj kam ju hi në punë kushdo që dëshiron me kriju një grim me pak ma shumë xixa për festa. Po vazhdojmë me një brush tjetër, pak ma të vogël kësaj radhe. Kjo është ma në kant që t'lejon ma lehtë me punu me hije në qoshtë të synit. Kryesisht këtu e rësojmë pak ma shumë edhe i japim pak ma shumë dimenzion syrit, që mu dok sikur i kemi shtresu pak hije, duket ma bukur, po e fokusojmë vetëm këtu në fund të syrit, nuk dalim shumë jashta kornizave. Edhe nuk po du me mbyllë edhe shumë, kemi me kriju edhe një liner të hollë, edhe lineri i shkon shumë për shtatë festave, po du me majtë sa ma thjesht, jo shumë të ngarkum, që me qenë një grim i përshtatë shumë për disa evente të ndryshme që mundini mi pas tash në fund vit. Apo mundeni me besu që këtë shkëlqimin që e kam tani në sy, e kom kriju me këtë produkt që është kaq ekonomik. E krijova edhe atë linerin e lehtë që e përmenda ma herët, po ky është produkti nga Catrice. Tash mundemi me vazhdu me buzë, që gjithashtu janë një pjesë shumë e rëndësi në këtë grem. Po filloj njëherë me këtë lapsin prej MAC, kjo është nuanca Soar. Edhe bëjmë një kufizim të lehtë. Edhe kështu po duket kufizimi, pra një kufizim relativisht ngjyrë kafe, po në qendër kemi me vendos një ngjyrë të kuqe, po dëshiroj me pas një të kuqe ma të ndezun, edhe mos me qenë fokusi shumë vetëm në buzë ngjyrë të kuqe, po me ka një shkrirje graduale si ombre prej ngjyrës kafe në ngjyrën e kuqe. Për buzëkuq kemi me përdor Retro Matte Dangerous prej MAC. Është kështu një kuqe që shkon pak në portokalli. Edhe për fund pak një shkëlqim të buzëve. Edhe kjo është prej MAC, kjo është nuanca 12. Është një si buzëkuq me shkëlqim.